Jemi rikthyer së bashku, miq të dashur, faleminderit që na ndiqni, ndërsa ora shënon 10:08 minuta drejt për drejtin në programin për ditë të mbar. Kujdes të shtuar, ju që dini tani, natyrisht në rrugë sepse ka ngrica, ka edhe borë, por më duket se i ftuari përpara kolegës sime Afërdita nuk pyet për ngrica, nuk pyet për borë, kur i referohet pasionit të tij vrapimit dhe shpeshherë, siç edhe tham në paralajmërim, ai ka dhe kauza të forta kur edhe vrapon. Natyrisht nuk duhet ta zbuloj unë, sepse e di që ajo është me të, kolega ime, që duhet jap në këtë moment fjalën dhe nga ky moment nuk duhet të ndërhyj fare Afërdita, ti e zhvillon komplet bisedën drejt për së drejti dhe na prezanton dhe të ftuarin tënd, duke ju uruar të dyve një mirëmëngjes dhe mirë se vini natyrisht. Dhe jemi sy e vesh kureshtar për të dëgjuar bisedën. Afërdita tani është lidhja vetëm për ty. Përshëndetje shikuesve tanë, sigurisht edhe Maksit e gjithë ekipës realizuese dhe sot mysafiri joni është një djali të cilin nuk e ndal as shiua as bora. Është Erzen Zyberaj, vrapues, pra vrapuesi që sakrificën e kthe në ritëm e qëndrueshmërinë në sukses. Kështu kemi vendosur t'i vëm këtë titull këtij bashkëbisedimi sepse i tillë është Erzen Zyberaj dhe mirë se na erdhe Erzen. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Shumë rrallë të shohim në për studio të mbyllura televizive, se kryesisht bisedat me ty i realizojmë në mjediset e jashtme aty ku jemi mësuar të shohim gjithë. Dhe mbase aty njësh më mirë. Po, është habitati im aty jashtë, kështu që aty është më mirë. Kështu që ne sot kemi vendosur që këtë bashkëbisedim ta përcjellim edhe me fotografitë të cilat mbase do të na sjellin më afër rrugtimit tënd, veçanërisht të vitit 2025, të cilin sapo e kemi lënë pas, por sigurisht fotografitë ka dhe më shumë se ato që do t'i shohim sot. Megjithatë, ne do të shoqërojmë pak këtë bashkëbisedim me fotografi. Pra, Erzen, po e nisim këtë bashkëbisedim me suksesit e vitit 2025. Mund na i thuash cilat janë ato? Pasi më kryesore se të tilla janë shumë. 2025 ka qenë një vit më i me dhoni suksesshëm për mu, për faktin që kam qenë pjesë e shumë eventeve sportive si vendore dhe nivel ndërkombëtar. Kështu që ka qenë një vit i suksesshëm dhe fytyrës për mua në aspektin profesional, duke filluar pra që nga muaj mars ato garat që kem pasur vendore e kështu me radhë. Po cili është sekret? Çfarë si suksesi tënd, Erzen? Sepse thuaja se në çdo garë je i suksesshëm. Dhe për më tepër çdo pjesëmarrje për ty e thua që është sukses. Po vetë fakti që si sportist duhesh me nejtë gjithkohën me nejtë i përgatitur, domethënë me qenë në gjendje fizike e mirë, kështu që ajo është suksesi i fillestari yti, sepse nëse ti arrin me majtë formën gjithkohën, padyshim që edhe në garë kime qenë i suksesshëm, sepse ti medaljen e fiton gjatë ushtrimeve, kështu që në garë veç kime marrë atë medalje, kështu që ti duhesh me nejtë i përgatitur në gjithkohën nivel. Pra kjo, suksesit e tua janë rezultat i punës së përditshme që bëni. Ashtu, domethënë disiplina... S'ka përjashtim për ty? Jo, nuk ka përjashtim, domethënë duhesh me nejtë i disciplinuar, gjithkohën me nejtë i përgatitur, kështu që kjo është edhe ai fryti i suksesit. Të ka lodhur kjo disiplinë shumë vjeçare? Realisht, është e mundimshme, mirë, po nëse dënë edhe ekipas janë, padyshim që e ka veçantinë e vetë, kështu që për mua unë ndije mirë, jam në formë të mirë, kështu që është në rregull. Edhe ne ndije mirë kur të shohim ty, sikurse po shohim këtë fotografi, pra një moment cili të kujton sigurisht. Këtu kam qenë në gjysmë maratonën e Splitit, domethënë në Shkurt, kur kam marrë pjesë. Ka qenë një era e parë që kam marrë pjesë në këtë gjysmë maraton. Këto është interesant sepse më herët në 2021 pa ta apliku për vizë edhe më pa të në refuzu vizën, e s'ka mujtë me marrë pjesë në këtë garë.
Kam qenë i përgatitur kogja mirë në atë vetë, domethënë 6 muaj kom përkushtu kësaj gare, në fund ma kanë refuzu ambasada vizën, edhe pastaj pas liberalizimit vendosa me shku veç me marrë pjesë me një atmosferën edhe atë ndjenjen, kështu që këto kam qenë splet, ka qenë një përvojë emocioni veçantë. Pra, jo më kote thash, jo vetëm kur merr një medalje i gëzohesh atij suksesi, por edhe kur je pjesë e një eventi ose një momenti të cilin ke mundur të arrish, apo edhe për faktorë të ndryshëm nuk e mundur. Padyshim që po. Pra, Ondra ka rrugën e gjatë, megjithatë nuk bën të ndalemi. Jo, pasi kjo është mesazhi që përcjell gjithmonë Erzeni. Ashtu është, suksesin, domethënë suksesi nuk ta garanton kërkosh, kështu që ti çka duhesh me bëu, është me bëu punën. Pastaj tjerat vinë vetë, kështu që nëse je gjithkohën konstant edhe e ki punën edhe e bën punën mirë, padyshim që në fund ka me ardhur edhe rezultati. Herët apo vonë ke marrë. E rëndësishme është që me nejt gjithmonë nivel. E sa herë është dorëzuar Erzeni e nuk është dorëzuar? Pra nuk, s'po flasim që është dorëzuar duke më në thukë. Edhe në thukë kena marrë shpesh herë, mirë po i na çu, kështu që kjo është pjesë e rrugtimit, domethënë edhe ato pengesat, ato rrezimet, ato dështimet e vogla, sepse në sport nuk ka dështime, ka thjesht mësime. Mirë po... Sikurse edhe në jetë. Sikurse edhe në jetë, gjithashtu. Ti është duhesh me nejt i fortë edhe me shty vetën përpara, sepse nuk është e lehtë. Dhe kjo fotografi që po shohim tani, Erzen, është e publikuar më 31 dhjetor, ishte një përmbledhje e këtij viti, vitit që kemi lënë pas, pra 2025. Po këto janë disa prej momenteve dhe ngjajeve cilat i kam pas gjatë kësaj viti, domethënë disa prej përgatitjeve që i kam pas edhe janë emocionet veçanta këto fotografi, sepse nganjëherë edhe fotot nuk e shprehen ato çka mundesh me përjeton zemra. Çka përjeton kur je aty, kështu që janë me të vërtetë shumë domethënëse. Dhe ajo që dua të lexoj e që më ka bërë edhe më shumë përshtypje se sa kjo përmbledhje fotografish është ajo që ke shkruar ti. Pra ke thënë faleminderit nga zemra të gjithëve që ishit pjesë e suksesit tim. Falenderim publik, pra i bërë më 31 dhjetor të vitit 2025, pra asnjëherë nuk harron të falenderosh gjithë ata që kanë përkrahur rrugtimin tënd. Padyshim që jo, sepse krejt kjo çka jam unë sot, krejt këto rezultate që ka mujtë unë me imrit, shumë apo pak janë merite dhe atyre njerëzve që atyre shokëve që më kanë përkrahur, vazhdojmë më përkrahur që paktën me mujtë me arrit edhe me përfaqësu vendin në nivel pak më të lartë, domethënë në arenën ndërkombëtare, kështu që unë jam gjithmonë falendërues për ata njerëz secilin atë mundësinë e vet sa ka kontribu për mua, sepse është shumë e vështirë si sportist individ me pas mbështetje, kështu që gjithmonë jam mirënjohës, është shumë e vështirë. Si sportist, pra si që the individualisht aktiv edhe nga përkraja mbase jo e duhur institucionale, është vështirë të mos dorëzohesh. Do të kesh një forcë madhe. Padyshim që po. Unë prej momentit që ja kom nis vrapit, unë kam bo ato llogaritë mia dhe e kam ditë se çfarë fortuna kanë më prit gjatë kësaj rruge, kështu që nuk e kam menën më nalë më dorëzu pa marrë parasysh, kështu që derisa ta mrij ato që unë e kam në mendjen time, kështu që kam e vazhdu kështu njëjtë. E ke menduar që fortuna do t'jenë kaq të ashpra? Padyshim që po, sepse unë me sport jam pothuajse gati gjithë jetën, sepse kaluarën kam qenë futboll edhe kam përjetuar gjëra që s'do të doje ti dhe as dikush tjetër ti. Fiks, edhe këto janë ato që na kanë bërë edhe më të fortë. Ndërsa Erzeni nuk harron të falenderon e nderon të gjithë luftëtarët e lirisë. Edhe këtë e bën shumë shpesh. Kjo është ndoshta pika ma e ndishme, më e fortë. Ma e fortë e imja që unë e ka motivin ma të naltë për punë. Dhe këtu kemi një fotografi? Po, këto jam në majën e Gjeravicës, do me thonë gjatë një treningu që e kom pas. Dëshmorët, njerë që kanë sakrifiku për këtë vend, do me thonë për mu janë motivi ma i naltë për punë edhe për këtë sukses që e kam, sepse pak ta njerëz, unë sot nuk do t'isha atë, kështu që gjithmonë në zemrën tem
e ka një vend special këta njerës. Kështu që gjithmonë janë me mua çdo vrap që e bëj. Edhe në çdo postim fotografisë tënde apo të çdo eventi pjesëmarrës gare çka do qoftë, mbi shkrimet i ke të jetë veçanta. Një të tillë dhe kam hasur edhe këtë, ku thua në mes të fortunës kujtohu se kush je. Këtë mbi shkrim do ta shoqërojmë edhe me fotografi, në të cilën e ke shkruar. Pra është një moment i ndjerë. Këto foto janë gjatë rrugës, do me thonë, prej Prishtinës në Tiranë, gjatë asti rrugtimit gjatë një rrugtimit më ndimshëm, është emocioni veçantë, sepse vetëm ata njerëz që vrapojnë ka gjatë e kuptojnë se çka do me thonë munin agjende, sepse nga njerë sa do që folë dhe i spjegon dikojt prapë nuk mundët me kuptu. Mirë po, me të vërtet është fortun kjo lloj sporti, sepse je jashtë limiteve tua njerëzore, kështu që më thonë së të ngarkon vetën shumë. Por kjo është forma jote që ke zgjedhur të nderosh ngjarjet kryesore. Pa dyshim që po, unë e kam zgjedhur këtë rrugë, unë e kam ditë se sa më ndimshme është kjo rrugë, do me thonë, jo vetëm kjo vrapim mirë, po edhe kjo... Gjithë cikli i vrapimeve. Gjithë kjo vrap, kështu që është diçka që për mua më plotson, kështu që unë ndihem mirë, ndihem rehat këto, edhe kështu. Ndërsa, gjus kolegët e mi në regji, ta postojnë fotografinë tjetër që përmban 3 shkronjat e arta e që Erzeni mbas është shumë i lidhur pas këtyre shkronjave, po duam të dim historinë dhe përgjigjen e saktë pse është kaq i lidhur Erzeni me këto 3 shkronja, pra të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këto jam në Lyboten, do me thonë me majën e Lybotenit, ka të shkush të natë, aty është edhe e vendosur kjo statuj me këto 3 shkronja të arta. Po se cili, unë mendoj ashtu, se cili shqiptar duhet me pas to 3 shkronja në zemër. Unë kam qenë fëmijë gjatë luftës, do me thonë kam qenë 11 vjeçare dhe e kam përjetu luftën edhe e di çka do me thonë liria, kështu që pa këto 3 shkronja, unë sot nuk kisha mujt me konë këto me bisedu me ty, kështu që ne duhet me qenë falenderos për gjithë jetën për këto shkronja, sepse këta janë ata njerëz që neve na kanë mundësu sot me pas gjithçka që kena sot, kështu që deri në atë momentin e fundit unë kam qenë falenderues për këta, sepse e di çka është, çka do me thonë kjo. Ndërsa gjitha përjetimet e tua, ngjarjet e përjetuara në kohë të luftës, para dhe pas, atë kanë bërë që ta duash kaq fort vendin, Erzen? Pa dyshim që po, sepse në aspektin profesional sportiv, një sportist nuk e ka jetën shumë gjatë, dhe me thonë e ka një pjesë kohore, një limit kohore që duhesh me dhonat rezultatin tënë. Edhe shpesh njerëz edhe shoqënia kanë thonë pse s'po ik jashtë, pse s'po del jashtë, mundesh me pas mundësi më të mira, mundesh me arrit më shumë, krejt në rregull, okej, muj me pas senet më mira, muj me pas një jetë pak mirë, më të mirë, po nuk muj me pas që nuk mundi me pas ndjenjen e këtij veni, sepse kur nalesh edhe menon që dikush e ka lënë jetën që e ka pas luksin, komoditetin prej një venit aty të Evropës edhe ka dhënë jetën për ty që ti me kanë i lirë këto, unë nuk më me bëha gjon, kështu që për mua vendi im është i shenjtë, pa marrë parasysh me ato mangësi që edhe ato sfida që i kena në këtë aspektin profesional, unë vazhdoj me qenë i tillë edhe me mbet me kontribu për vendin tem, me mujt me përfaqësu vendin tem sa më shumë në arenën ndërkombëtare, sepse një farforme ti edhe mesazhi edhe ambasadori i këtij vendi. Ndërsa pamje që i shifnim pra tani, tregoni një lumturi të pafund të Erzenit, jo lodhjen. Po, zakonisht duhesh me tregu karakter të fortë. Ja, kjo fotografi për shembull. Po, këto kam qenë në garën e Oshlakut, vrapimit e Oshlakut. Ta merrmendje që e dalë për shef. Duhesh me tregu karakter të fortë, sepse pa dhimbje lodhje ki me pas, mirë po në të njëjtën kohë duhesh me nije dhe kënaqësi, se nganjëherë duhesh me thonë vetë çka jam të bëj këto. Kështu që
është emocion i veçantë. Dërsa kjo fotografi ka një moment tjetër që përshkruan. Por megjithatë ke thënë që duhet të di sportisti apo edhe njeriu. Padyshim që po. Aty kam qenë vitin e kaluar, kam pas një shqetësim në një garë në Sloveni dhe më është dashur me ndërprej garën, pa varësisht që kam pas formën shumë mirë, po për shkak ngarkesës madhe është dashur me ndërprej, edhe normal ajo është pjesë e kësaj, kështu që duhesh me pranu. Edhe ka qenë për mu pak... Sa zgjati ai piklimi? Sepse aty dukesh i butruar. Në ato qaste normal, që është e dhëmshme pak mirë, po te i kalohen ato, thjesht bojnë më të fortë. Si mund te i kaloj një sportist, apo vetë Erzen Zyberaj, një moment të tillë sikur se keni përjetuar këtë? Po, unë thash, është krejt pjesë e punës, është krejt pjesë e profesionalizmit, pastaj është edhe pjesë e njerëzve, edhe atyre që ti bashkëpunon me ta, për shembull njerëz që të rrethojnë, edhe njerëz që i ki afër gjithmonë, për vete kam fatin që kam një njeri shumë të veçantë nga të meje, jo pse është gruaja ime, mirë, po ajo është përka edhe mbështetja më e madhe ime, kështu që është një falëtësine edhe për ty, kështu që ndihem më rehat. Dhe sigurisht gjithmonë e ke mbështetjen e saj në çdo paraqitje, në çdo garë. Padyshim që po. Dhe është energjia jote mbase? Jo vetëm nëpër gara, mirë, po edhe në këtë aspektin e jetës, përgatitjes gjanave ndryshme, që është, domethënë është shumë korrekt, domethënë ajo është. Sa do të doja ta pyesja në këtë moment? Në të vërtetë do të doja të kishte mikrofonin të dëgjoni shikuesit, sepse ne e kemi prapa bashkëshortën e Erzenit, se sa është vështirë të jetosh me një sportist ka është disiplinuar. Është shumë e vështirë, sepse unë gjithkohën jam jashtë, ktheu shko, del jashtë, edhe domethënë ai kujdesi i madh kërkon shumë mend, mirë, po ajo po mundohet në ato vetat edhe besoj që pra, është e vështirë, që gjithmonë t'ja bësh qefin bashkëshortit, është një lloj sakrifice, pra. Është mbështetja, dashuria e vërtet, mbase. Nuk është ndoshta qefi, mirë, po... Qefi në kuptimin... Duke marrë parasysh duke harruar vetën, duke përkushtuar gjithë karrierën sot. Fiks, sepse është diçka profesionale, kështu që ajo e din rëndësinë e kësaj punës time, dhe prej fillimit, domethënë, ka qenë mbështetja kryesore dhe shtylla kryesore për gjitha atë çka jam sot. Ndërsa fotografin që po e shohim tani është një moment falënderimi i komunës Ravecit, domethënë është viti 5 që na nderon komuna Ravecit me këto medaljet e mirënjohjet. Jam falënderues edhe për ta, për gjithçka që kanë bërë për mua, kështu që po mundona që t'jem edhe një rol model edhe një frymëzues edhe për gjeneratat e reja që të vazhdojnë të mirën me sport, me aktivitete sportive, pavarësisht që nuk është e lehtë, mirë, po njëri duhet ta bëj. Tek e fundit, nëse s'mundesh më bë sportist kulminant, të paktën e ki shëndetin edhe ki gjonat benefitet tia që mundesh me pas përmes vrapimit, kështu që thjesht duhesh me qenë në lëvizje. Ndërsa Erzeni meriton për krajën jo vetëm të vendit të vetë, revës e vetë, por edhe gjithë Kosovës e kombit. E ka këtë apo jo? Realisht, mbështetja institucionale mungon shumë. Si nga una shtetit, edhe mirë po unë gjithmonë kam thonë edhe një intervjizat e kalune, kam fatin që kam një shoqni të mirë që e kuptojnë rëndësinë e sportistit, që ka do me thonë, edhe ata në mbështesin, kështu që ajo është një motiv shtesë për mu që me vazhdu punën edhe mos më nalë, kështu që unë po besoj që në të ardhme ndoshta edhe shteti me i ha pak sytë që me bo pak ma shumë për neve. Të paktën mos më në bo penges në ato rrugët e tona që na qojnë për me imri rezultatet tona. Se dhe cila është pengesa pra institucionale me që po për shembull që tash hapet një konkurs aty në ministri, ti aplikon, ata ta refuzojnë projektin, tash unë nuk e di aty kuna i pengon aty suksesi që me ta refuzu projektin, sepse është vetëm një Erzen Kosovë. Nuk janë dhejtë që mos me di kujtë ndihim. Ba sepse je pa konkurencë. Pa më varë parasysh, ti nuk duhesh me bo, edhe nëse unë kam diçka, nuk e kam një dokument në rregull, ti duhesh me na shty përpara, me thonë, hajde të rregullojmë edhe rregulloj dokumentat. Mirë po, gjithmonë kam hasën kësi problemet e lashe edhe nga njëri lodhët prej aktive aplikimeve edhe e len krejt. Kështu që
Unë kisha pas dëshirë që mos më ndodhë më këto gjona, sepse për ne janë të pakuptimta. Sepse gjithë mundni, gjithë sakrifica që bëhet për me përfaqësu vendin tënë. Unë thjesht nuk e bëj për personalisht si rëzën mirë, po në arenën ndërkombëtare ku që me përfaqësu shtetin. E atëherë ku është shteti? Çfarë po bën shteti për neve? Dhe kemi disa fotografi pra të pjesëmarrjes sate. Po, brenda dhe jashtë vendit? Këto jam në Zvicër, në Verbier, do me thonë kam pas një garë 140 km me 9500 gjitje, ka qenë një garë kogja sfiduse, kogja e vështirë. Këto jam Macedoninë, në Vodnomatka, do me thonë është viti 4 që kam marrë pjesë, që kam fitu, do me thonë 3 herë vendin e parë, 1 herë vendin e dytë. Këto jam në Prishtina Trails, në Gërmi, këto afër. Edhe këto se... Andaj tash kombëtare vendese edhe ndërkombëtare. Këtu jam në Sloveni, dhe me dhe një garë 6 orë se kam bëha atë, kam fitu vendin e dytë, kështu. Pra fotografit po na rikthehen, gjithashtu edhe kujtimet të rikthehen. Sigurisht e cila pjesëmarrje ka një kujtim në vete. E ka emocionin edhe veçantin e vetë, edhe dhe me dhe niveli i garës se qëfar është, kështu që për mua kjo gara në Verbier, dhe me dhe 140 km ka qenë pak më emocionale, sepse një vit më herët më është dashur me ndërprej për shkak një lëndimi, pastaj kam pritur edhe një vit tjetër me shku që me përfundu, sepse është me të vërtetë është një garë shumë e vështirë, edhe kam arrit me përfundu, ka qenë shumë emocion i veçantë. Dhe sigurisht, vetëm kur i përjeton kështu emocionalisht, çdo pjesëmarrje, atëherë edhe disiplina dhe vullneti, motivi për të qenë në formë. Padyshim që po, sepse ti pasi të kryet gjithçka ti nalesh edhe analizon çdo sen, do me thonë çdo pengesë, çdo dobësi, çdo ku mu përmirësu, edhe normal që është shkollë në vete, sepse ti e përgatit veten edhe mësën prej sajnë, kështu që është shumë do me thonë se kjo, sepse të shtynë akoma më shumë me rrit nivelin e performancës tonë. Nëse analizon çdo herë pas një gare, sigurisht analizon edhe pas çdo viti. Ke analizuar vitin 2025? Po, padyshim që po. Viti 2025 me thonë që ka qenë një prej viteve më stabil për mua, për shkak që nuk kam pas edhe fatmirësisht edhe lëndime, sepse lëndimet për sportistin janë shumë të vështira. Me thonë son aspektin emocional edhe fizik, mirë po kushton edhe me kohë, sepse tash unë varem dhe jetoj prej kësaj pune. Nëse unë për shembull nuk marr pjesë në gara, qysh me mbijetu, sepse varem prej kësaj. Dhe pas analizës së bërë të vitit 2025, sigurisht që ke menduar çfarë në 2026? Tash 2026, do me thonë primare për mua është regjistrimi në garën më të madhe më të njohur në botë UTMB, që bëhet në muajin gusht në Francë, dhe me thonë po prejsë më hapë regjistrimi edhe aty me marrë pjesë, dhe me thonë është një garë shumë e madhe dhe po shpresoj që me u regjistru aty edhe me u përgatit shumë për atë garë. Ndërsa, Erzen, jemi duke i parë fotografit e bukura të Kosovës tonë të bukur, të cilat ke fatin, dëshirën, vullnetin për t'i shkelur? Këto ngjitje, do më thonë dimrore që i kena bon gjatë 2025, kanë qenë me disa shokë, Ametin, Adnanin, Agonin, edhe disa pjesëtartë fizikës, Besartin, që i kena bon gjatë dimit, kanë qenë disa ecje shumë të rëndësishme për mua, sepse këto njeri i shtynë limit, je për te limitve tua. Është shumë interesant, sepse me unë gjitë atje naltë edhe ka njerë është me të vërtet shumë e sikleqme, sepse je në rrezik gjithmonë. Mirë po, janë njerëz profesionista këta që në gjitën, kështu edhe unë e thjesht jem shku me ta që me testu atë limitet e mija në këtë drejtim, sepse nuk është që e bëjoni këtu në gjitjet malore, kjo të kërkojnë edhe pajisje edhe gjëra tjera. Mirë po jam shku që me pa atë, pasi që jam edhe njëri sfidave, gjithmonë edhe ata naftojnë që me marrë pjesë në këto eventet e tyre. Edhe ata ju kanë për qefi, njerëzit që i duan sfidat, kanë dëshirë t'i sfidojnë. Sigurisht, normal, ata e din përgatitjen fizike timin çfarë kanë, shpesh bojnë edhe ai gore, thonë ty po të morru me në i qelë rrugë se të jetë, në i qelë borën, kështu që është shumë e mirë, me i vizitu dimit është shumë bukur. Ndërsa qysh përjetohet Kosova në një maje
siç mund t'jetë Maja Gjeravicës, majt të tjera të cilat mund t'i kesh shkelur ti. Është emocioni veçantë. Dallime... Po, është emocioni veçantë, kur ngjitesh në altë e sheh sa i vogël je. Sa, domethënë çfarë çfarë miniature jenë këtë, sepse mendja jote shkon gjithkohë edhe është për një është emocioni veçantë. Mu më ka radhë vitin e kaluar, domethënë me qenë në malet e Sharët më shumë, po edhe në Gryk Tërgovës kam shkel shumë pjesë ndryshme të majave atje dhe me të vërtetë është emocioni veçantë me i pa ato bukuri. A ka vende të bukur se Kosova? Jo, s'ka. Për mu nuk ka. Kosova... E thua për syt apo për zemrë? Jo, për zemrë e thamë. Vendi im është më i bukur i botë. Se për syt në base mund t'jetë ndryshe. Për sy mundën me qenë Zvicra, ka bjeshtë e mdoja mirë, po Kosova edhe Shqipëria i kanë vendet më të bukur. Po shkojmë drejt fundit të këtij bashkëbisedimi, por kam edhe një foto, kjo që thua dikur dhe sot, njëjti vend, personi njëjtë, por mosha është e ndryshme. Kur ka nisur qëllimi yt për të arritur këtu? Atëherë kur ishe 3-14 vjeç apo? Këto kam qenë moshën 15 vjeçare, domethënë 2003, kur kam marrë pjesë për herë të parë në gjysmëmaratonin e Prishtinës në atë kohë. I pa ta thonë vllaut Ilirit, ai punoi këtu në Prishtinë dhe unë isha në katon atje në Drenëc. I pa ta thonë regjistrom në 5 kilometra. Edhe ai më ka shku më ka regjistru 21 kilometra. Domethënë s'ka ditë edhe tani e kum vrapu 21 kilometra, domethënë atë. Pas e kum kry garën, e kum kry me një rezultat gjatë mirë, edhe pse s'jam përgatitur se në atë kohë s'kam ditë. Klubi i Prishtinës më pa të ofru edhe na pa të marrë në klub atë, kom ushtru domethënë 2 vite atletik me ta, domethënë hapat e parë të vrapimit i kom mësuar te ta. Por megjithatë, vllau Iliri ishte ai i cili me dashje ose pa dashje dha rrugë. Iniciatori që më ka shtit ka njerë thonë ti ma ke dhonë ato të mrapshtën për këto të gata, që unë e kom dashtë ma shkurt. Por mbase instinkti ndonjëherë është ai që vendos sepse njeh më shumë se sa ti që mund ta njohësh veten. Po unë edhe si fëmijë kështu, domethënë kam qenë pak më i dallun prej vllazëve dhe motrave kështu, kam qenë pak më i lëvizshëm, domethënë jam kanë më i fuqishëm kështu. Edhe ndoshta është edhe ajo. Dhe tash gjithë këtë kohë, periudhë, këto vrapime, këto ecje i shfrytëzon për ta shpenzuar atë energji të madhe që keni, e pra që keni pasur dhe që në moshë të vogël. Po tash... Apo jeni aq energjik sa keni qenë i vogël apo jo? Tash dallon. E kanalizon tash më mirë. Tash janë faza, tash e kemi përvojën më shumë, edhe kemi një uri më shumë, tash unë shpesh thëmë të kisha pas qatë moshë që tash kisha ditë çka me bë. Kështu që se cila e ka ato të vetën, unë për momentin po ndihem shumë mirë, jam në formë shumë të mirë edhe e kam shnetën edhe besoj që kështu kena me vazhdu deri një moshë caktune që me mujtë me mrinin në nivel pak më të lartë. Ku është synimi jetësor i Erzen Zyberajt? Po, unë duhet ta shfrytëzoj akoma këtë energji, këtë elan që e kam me veten time, pastaj vjen një moshë duhesh me ndërprej këto, kështu që unë po besoj që edhe një 10 vite t'jem kështu, edhe pastaj të filloj me zëjen e trajnerit. Por megjithatë, nuk do të ndalesh mbase për të ecur. Jo, padyshim që jo, vrapi nuk nal, ata njerëz që i kanë hikë kësaj valle, domethënë vrapit nuk nalen kurrë, edhe me i pas 80 vjet i kemi dalë me vrapu, sepse është psiqike, është mendore. Është tjetër është të bën mirë për trupin, për shëndetën tonë, kështu që është, domethënë, ajo nuk ndalet kurrë. Pra, këto që po i thua janë edhe mesazh apo rekomandim për të rinjit që qoftë për ta sfiduar veten, qoftë për të garuar, duhet lëvizin. Duhet padyshim që po, njeri është i krijuar, i destinuar për me qenë lëvizje. Momentin që ti nuk lëviz nuk je gjallë, kështu që për me një veten gjallë ti duhesh me dalë me lëviz. Pa marr parasysh çfarë do sporti bën, a lum ping-pong, a lum tenis apo basket, thjesht duhesh me kanë lëvizje sepse edhe mendja edhe gjithçka tjetër punon më mirë. Ku shkon e ndihmon më shumë për të qenë në lëvizje? Mendja, trupin a trupi mendjen? Unë e mendoj që mendja është ajo që njeriu e shtyn me bëj gjithçka, kështu që mendja është ajo numër 1.
base trupi veç mjet për të realizuar qëllimin e mendjes. Komandën. Atëherë Erzen, ju që s'kemi çka të flasim bashkë, kemi shumë çka, por dua të përfundoj këtë bashkë bisedim. Urim, mesazh, dëshirë të ndën në këtë fillim vit. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Unë i uroj gjithë ata njerëz që shoqënia dhe rreth edhe gjithë sportistat që mirën me sport, ju dëshiroj suksesin këtë vit edhe shumë fat edhe inshallah të jetë vit më i lehtë për ta. Ndërsa dua të shfrytëzoj opinionin tënd Erzen, jemi duke kaluar pra ditë të vështira në Kosovë, nga vëshime, tashmë kemi borë, ngritës, si dashamir i natyrës. Qëfar, një mesazh të dytë pra, për të gjithë shikuesit të andë dhe... Po, mesazhi im kishte me qenë, sepse mu më ka rodhe me po shumë dukëri negative në për natyrë, dhe me thonë, në për lumejnë, në për gjithkon, kisha pas qef që mos me shkatru natyrën, me dasht venin e vetë. Mos me bo gjestet që nuk i kanë hije një njët normal me bo asisene. Kështu që mesazhi im kishte me qenë që du një venin tanë, respektoni natyrën, sepse natyra nuk të falë. Sepse gjithë shka që ka jenë sot, këto jenë pasojat të asoj që na, veprimet tona të kalunën që kena bo. Do shta personalisht na jo, po dikush tjetër i ka bo. Kështu që këto tani pasojat i vunë dikush tjetër që s'ka faj. Kështu që kishtë qenë mje që me ndalu ato sene mu vedisu edhe me ecë për para. Ta duam vendin, nuk do të thotë veç ta themi me goj, por kemi veprime konkrete. Ashtu. Do më thonë me respektu, mos me ndot ambientin, mos me bo gjonat të pahishme, sepse me të vërtet duhet edhe ka shumë punë për me bo. Shpesoj që edhe institucionet me u vedisu edhe me marrë masa pak ma shumë, sepse ka nevoj shumë ka nevoj. Përgjegjës të gjithë, por base askush s'po e marrim fajl, me gjitha të, nuk po japim tension këti bashkëbisedimit e këndshëm që patëm bashkë. Erzen, faleminderit shumë që ishit pjesë e programit për ditë mbar e të qofti mbar viti 2026. Faleminderit edhe juve gjithashtu, ishte kënaqësi. Shikues, miru pafshim pra me mysafir të tjerë e në takimet të tjera.